për këto motive që pretendoni? Po së pari akuza është e tillë sepse i gjithë ky proces gjyqësor politik nisi kur ne reaguam ndaj lirimit të kriminalit terroristit serb Dejan Pantić. Mos harrojmë pra pak para sulmit në Bajnsk, kriminali serb Dejan Pantić sulmoi me granat dore, me bombë dore, zyrët e Komisionit Zgjedhor, pra zyrët e KQZ-s në Mitrovic dhe më pas gjithë e dim se çfarë ngjau, ai serbët e bllokuan me barikada pjesën e komunës veriore të Mitrovicës dhe për javë ose muaj të tërë ishte i pamundur edhe deportimi dhe dërgimi i tij në paraburgim. Pra, ishte një rezistencë jashtëzakonshme e grupeve kriminale serbe që Dejan Pantić në atë kohë të dërgojë në mbajtje, të dërgojë në paraburgim për një akt kriminal të tillë, një akt terrorist që e ndërmori dhe edhe kur u sjell pra në prokurorinë speciale, prokuroria speciale paramendoni me kërkesën e prokurorit, pra Afrim Shefkiut. Prokurori Afrim Shefkiu në atë kohë i kërkoi gjykatës që i njëjtit të lirohej në dorëzani dhe të lirohej në arrest shtëpiak. Pra një kriminal serb që gjuan bomba me kërkesë vetë prokurorisë lirohet, jo me kërkesë ose me vendim të trupit gjykues, por me kërkesë vetë prokurorisë speciale lirohet, ndërsa e njëjta prokurori speciale, vetëm se ne reaguam ndaj këtij lirimi të padrejtë, ngriti një akt akuzë ndaj neve, pra ndaj 4 aktivistëve të lëvizjes së vendosje, vetëm me qëllimin që të na mbyll gojën dhe që të mos flasim për veprime të tilla krejtësisht të padrejta, pra që i ndërmarrën vetë këta. Po, në këtë rast është konstatuar që ju keni nxit përçarje dhe mosdurim, keni përmendur Avni Rustemin, për shembull, plumbat, dihet se për çfarë ka të bëjë historia, a është kjo thirrje ose me çfarë mesazhe keni përçuar krejt ato kritika, akuza ndaj institucioneve drejtësisë? Ne edhe në mbrojtje kemi deklaruar që një postim të tillë, ose unë thjesht e kam cituar një thënie të në këtë rast herojit kombëtar Avni Rustemi, që të njëjtën e kam cituar edhe në 2012-ën, edhe në 2014-ën, nëse të ka bëj pra edhe 3 herë të paktën tjera, dhe asnjëherë nuk jam dënuar. E pikërisht për postimin e të njëjtës thënie, këtë herë prokuroria speciale pra vendosi që të ngrej akuzë